Hadithi tjetër për kiametin. Domethënë pejgamberi tregon me një hadith që puna e parë që do të pyeten njeriu në ahiret, në mahsher, që është një ndër kushtet e imanit, besimi në ahiret, është çështja e namazit. Si do pyetet ato? Subhanallahu. Çështja e hadithit do ta citoj hadithin. Po, citoj. Është interesant, më vonë ka përmend detaje që ka më pyet njeriu në ahiret. Ka thënë pejgamberi selam, sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasibu an-nasu bi yawm al-qiyamah min a'mal as-salah. Puna e parë ka thënë pejgamberi selam që do të pyet njeriu nga veprat që ka bën në dunjë është namazi. E thotë pejgamberi selam, yaqulu rabbuna azza wa jalla, që është forma. Allah ka të thotë azza wa jalla al-malaikatu wa huwa a'lam. Do të thotë Zoti subhanahu wa taala melaqeve. Çfarë do të thotë? Undhuru min salati abdi atammaha am naqasaha. Allah do të thotë melaqeve. O melaqet e mia, shikoni robi im, a i ka plotësuar namaz apo nuk i ka plotësuar. Kjo të kështu të dhejtë formas e pyetjes. Dhe namazet e këtë jetës. Po, këtë jetës, çfarë dashojmë. Fa in kanat tammatan kutibat lahu tammatan. Nëse i ka bëu tamam krejt, i ka falë, pa mangësi, thot ati do t'i plotësohet, do ketë problem. Wa in kanat intaqasa minha shay'an, po nëse ka ndodhur që i kanë hikë namazë, ka thënë besëm, atë Allah ka menduri ka më thonën, undhuru hali abdi min tatawu. Shikoni robim farzët pas ka mangësi, po shikoni a ka dhe nafile, dhe vepër vullnetare, dhe namaz vullnetar ka. Fa in kan lahu tatawu, Allah ka më thonë, nëse ka dhe nafile, atimmu li abdi faridata. Atë merrek nafile dhe shtjeni te kategoria e farzëve. Ja si e thonë ulemaja, nafilet në ditën e kiametit do të shndron farzën ato farzë që si ki falë. Për arsye kanë të në shërben si mësim për neve, me smiron sunetet e namazeve. E sidomos ata 12 sunete që janë para namazit dhe mbas namazit, edhe ka vazhduar wa tu'khadhu al-a'mal ala dhakum. Dhe shumë këtë formë më thonë njeriu mbas namazit ka më vazhdu pyetje të tjera. Nëse ka më pas lehtë të çështja e namazit, mbrapa ka pas edhe më lehtë. Po nëse të namazit ka më dështuar, mbrapa ka pas edhe më vështirë. Jo, domethënë thirrja është me i fal sunetet. Po.